Kosova po futet në një etapë të re modernizimi ushtarak, duke ngritur gurin e parë të një industrie vendase të armatimit. Projekti nis me fabrikën e municioneve në Jahoc të Gjakovës, e cila pritet të nisë prodhimin e parë në fund të vitit 2026. Zona industriale ku po ndërtohet objektet është e konceptuar si një hapësirë rezervuar për investitor të tjerë, me të cilat qeveria thosë se është tashmë në komunikim. Qëllimi është krijimi i një qendre prodhimi për pajisje moderne, ku ndër projektet kryesore rënditen edhe dronët ushtarak dhe civil, Made in Kosova. Kjo nismë vjen në një kohë kur Kosova është në fazën finale të transformimit të forcës së sigurisë në ushtri të rregullt, procesi që pritet të përmbyllet në vitin 2028. Sipas autoriteteve në Prishtinë, të gjitha investimet po kryhen në përputhje me standardet e NATO-s. Vetëm në 4 vitet e fundit mbi 430 milion euro janë shpenzuar për armatim të blerë nga aleatët perëndimor, mes tyre SBA-ja, Turqia dhe Gjermania. Këto janë investime që konsiderohen thelbësore për rritjen e aftësive operacionale dhe për afrimin e mëtejshëm me strukturat euroatlantike. Ekspertët e sigurisë vlerësojnë se vendimi për prodhimin e municioneve si një hap të natyrshëm dhe të domosdoshëm në këtë fazë. Sipas tyre, Kosova po ndërton kapacitet që i nevojitet për të përballur me kërkesat e reja të një mjedisi të brishtë sigurie dhe për të krijuar më shumë vetbesim në politikat mbrojtëse. Megjithatë, sfidat mbeten të mëdha. Serbia vazhdon të ruaj epërsinë ushtarake në rajon me një buxhet shumë më të madh se ai i Kosovës. Të dhënat e Institutit SIPRI tregojnë se në vitin 2024 Kosova ka ndarë rreth $162 milion për mbrojtjen, ndërsa Serbia rreth 2.2 miliard, një diferencë që tregon hendekun e dukshëm në kapacitet. Edhe pse forcat e sigurisë të Kosovës është ende armatosur lehtë, rritja e vazhdueshme e buxhetit që për vitin 2021 deri më sot tregon ambicie të qarta për forcimin në ushtrisë në vitet e ardhshme. Prodhimi vendas si municioneve shihet si një pikënisje për rritjen e pavarësisë mbrojtëse, duke vendosur Kosovën në një pozicion më të favorshëm në arkitekturën e sigurisë në Ballkanin Perëndimor.